Shmangja e arbitrazhit me kompaninë ÇEZ ishte e domosdoshme dhe vetmja mënyrë për të shpëtuar financat shqiptare dhe sistemin nga kolapsi. Këtë qëndrim mbajti në mbledhjen e 13 të Komunitetit të Energjisë në Shqipëri, kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi ndihmën e dhënë nga Komuniteti i Energjisë për të zgjidhur këtë çështje, duke e krahasuar rëndësinë e saj me humbjen e betejës së Napoleon Bonapartit në Waterloo në vitin 1815. Shqipëria gjendej edhe në një kërcënim tjetër të një beteje, të një Waterloo në arbitrazhin ndërkombëtar, ku malit të probleme financiare për shkak të gjithë borxhet akumuluar, rrezikonte të shtohej edhe një borxh i ri. Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janes Kopak, ka deklaruar sërish se mosmarrveshja me ÇEZ u zgjidh në mënyrë miqësore dhe se ajo ishte rruga e vetme për përparimin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian. Një zgjidhje miqësore kësaj mosmarrveshjeje ka qenë një rëndësi e teje të veçantë për të ardhmen e Shqipërisë për të hapur rrugën drejt progresit, modernizimit dhe shtetit të së drejtës, sundimit të ligjit dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo që mund të bëjmë ne është të përgëzojmë qeverinë shqiptare që gjeti kurajon e duhur për të nënshkruar dhe për të miratuar në parlament një zgjidhje të mirë miqësore. Ndërkaq ministri i Energjisë Damian Gjiknuri cilësoi të gjitha debatet si akuza banale të politikës. Debatet banale shqiptare duhen të njollosin edhe institucionet e respektuara europiane. Kjo është një traditë fatkeqësie, traditë e keqe e një klase të vjetër politike shqiptare. Shqipëria mban presidencën e radhës së Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë, i cili mbajti mbledhjen e 13 në Tiranë. Por nuk kanë për ta mbyllur dot këtë aferë, pavarësisht se edhe dje refuzuan hetimin ndërkombëtar, duke mos pranuar futjen në kalendarin e punës të kuvendit të propozimit të Partisë Demokratike për këtë qëllim. Para do të gjenden përgjegjësit do të shkojnë para ligjit. Bashkë me zbardhjen e këtij skandali, do të zbardh një ditë e re për vendin, demokracia e re, ku qeveria vendos bashkë me qytetarët dhe prihet nga interesat e tyre.